me Ibrahim Sakon, Besmir Pulën, Fajt Bashën, jam në studio. Mirë se erdhët. Faleminderit. E nisim kështu këtë ditë, ndërkohë da nis me Besim. Besi, kush janë pistat? Në fakt, Aida, policia po hetonet disa pista, ende duhet të thënë dhe në të momentet pak në edhe nga burime nga policia nuk kanë diçka konkrete, pra persona konkretisht le themi të dyshuar për këtë ngjarje. Janë marrë edhe gjatë mbrëmjes së dieshme disa persona në pyetje në drejtorinë e policisë së Tiranës, por më pas janë lënë të lirë pasi nuk ka pasur prova që i implikojnë. Sigurisht që pistat kryesore janë përqendruar në pjesën e le themi të shkuarës së Gilmando Danit, paktën grupi hetimor dyshon se kemi të bëjmë me një hakmarrje të mundshme ndaj këtij personit, pra duke pasur parasysh edhe pjesën e sulmit përqendruar kryesisht në anën e djathtë ku ishte i ulur në sendilën e pasagjerit Gilmando Dani dhe po ashtu edhe detajet të tjera dhe të shkuarës kriminale që ky person le themi kishte. Sigurisht që këto paktën drejt në këto momente edhe vetë policia Aida nuk është se ka të qartë thuajse asgjë, sa i përket pjesës hetimeve, largimit të autorëve, identifikimit të autorëve. Në gjykimin tim aktualisht sfidë për policinë është që të identifikoj autorët minimalisht dhe më pas nëse do të ketë ose jo arrestimin e tyre të mundshme apo rënien në gjurmë të tyre. Skandali në gjykimin tim është thelluar, pra që sa Agjencia Mbikëqyrjes policore ditën e djeshme dhe një njoftim të dytë, pasi ka pasur 2 njoftime ditën e djeshme, referoj edhe materialet në prokurori për 2 punonjës tjerë të policisë. Më konkretisht, një le themi punonjës krimësh në komisariatin nr. 3 dhe një zëvendës le themi ndihmës policë në komunitet, të cilët kanë lëshuar edhe formularin apo të besueshmërisë në lidhje me punonjësi tjetër të AMP-s, i cili ishte drejtues mjeti. Çfarë dua të them me këtë, Aida? Si është e mundur që një le themi punonjës i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, pra që ka qenë posaçërisht tek forca operacionale, pra që bëjnë vendimet e gjykatës, ku ka vendime gjykate për policët, ekzekutojnë vendimet e gjykatës, mund të qëndrojë me një kontingjent kriminal, me një të hetuar, me një të dënuar për shumë vite. Jo, dhe pista që ai mund kishte filluar punë se duhet shërbente në këto, faktën. Patjetër, sepse këtu do të shtoj një argument tjetër në fakt. Lidhet me pjesën edhe fakti që ky person ka pasur edhe një pronë, një hotel dhe lind pyetja natyrshëm Aida, po për çfarë ndoshta mund t'i duhet një punë, përveç se ndoshta të bashkëpunojë me krimin apo të marrë informacione, madje edhe informacione të klasifikuara. Jo më larg se sot, kam diskutuar edhe me ish drejtues të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore në lidhje me kriteret që merret për këtë lloj pozicioni pune. Një nga kriteret është fillimisht kjo certifikate besueshmërisë, pra që lëshohet nga komisariati i zonës. Certifikata e sigurisë është e rëndësishme, por nuk merret në momentet e para, gjatë 3 dhe 4 muaj, pasi personi merr postin, pra emërohet në detyrë, ishte shofer apo ishte? Nuk ka të dhëna nëse ishte shofer, por të dhënat ka qenë punonjës, jo, ky ka qenë punonjës i operacionales. Pra i strukturës operacionale, ndaj dhe dje AMP-ja ka pezulluar zinxhirin komandues të forcës operacionale. Së dyti duhet diplom bachelor, duhet më pas deri te testimi me shkrim, me gojë dhe poligrafi. Pra për një pozicion të tillë, pavarësisht se agent ka qenë në le themi strukturën e operacionales, duhet edhe testi i poligrafit. Pistat kush janë pistat? Çështja e pronave lexova unë, nuk e di. Dhe tjetër? Ka dyshime për çështje pronash, ka dyshime për deri në implikim për Lojra Fati, po këto janë vetëm dyshime dhe ende s'ka një pistë konkrete, pra që të ketë policia qoftë edhe një provë konkrete në lidhje me... për punonjësin e AMP-s. Po pra, për punonjësin e AMP-s, po të flasim për këtë. Kurse sa i përket pjesës së objektivit, ka qenë paktën policia tani Gilmando Dani dhe e shkuara e tij. Se do të vi rada prap. Zoti Basha, jemi sërish tek njëjti skenar. Vriten, terror në një nga zonat më të rëndësishme, le themi. Dhe digjet automjeti, ikin dritat në një fshat atje, dhe sot, përveç AMP-s, ka një heshtje varri nga, qoftë nga ministre, që a dite për ironit fatit, ishte duke raportuar dhe ishte tjetër historia e se çfarë na sillte në imazh dhe për atë se çfarë ndodh me shifra, me statistika. Po,
edhe raportime që Besmiri bëri këtu në gjitha ato, besoj që duhet ndajmë një dy gjëra të vogla, që ne nuk mund të themi me saksi që policia ka apo s'ka informacion mbi këtë ngjarje, ka apo s'ka persona të dyshuar, deri sa është thelluar hetimi dhe në faza jemi për të zbuluar element që të çojnë në zbulimin e gjithë ngjarjes dhe të autorëve të cilët janë përfshirë në këtë ngjarje të rëndë. Absolutisht që kemi të bëjmë një ngjarje shumë të rëndë, e cila është zhvilluar në një zonë të banuar, me një qarkullim të dëndur. Një atë zonë shumë mirë. Çfarë sigurie ra atë ditë? Policia, policia private, tjetër, kush duhet ishte aty? Se tani i bie që ne policia rrugore. Të gjithë territorin e mbulon policia e shtetit. Asnjë lloj strukture tjetër nuk mundet të marrë përgjegjësi apo s'ka detyra funksionale për të menaxhuar rendin e sigurisë publike. Është policia e shtetit e cila ka përgjegjësi ligjore dhe autoritetin për të mbuluar këtë sektor. Ka apo s'ka, pse kishte apo pse nuk kishte punojës policie në atë moment, në atë pikë caktuar, kjo është një çështje e cila... Jo vetëm në atë pikë, zoti Basha. Jo, më lërë të sqaroj sepse duhet bëjmë një analizë të qartë, profesionale... Se këtu ne s'kishim policinë asnjë vend, s'kishim as drita, kjo është halli. Tani kjo mbetet për të parë, sepse unë nuk kam fakte që të komunikoj dhe të analizoj me ju këtu, kishte apo s'kishte drita, sepse duhet me patur një fakt të besueshëm që t'ja bëjmë publikut të qartë. Po faktë është që policisë kishim? Ne këm gulim që policia... Faktë është që policisë kishim, po së të blogjes kishim? Shiko, nuk mund të ketë polici në çdo centimetër katror të territorit. Në Rinas ka polici, ka pa tjetër duhet të ketë në institucione apo vende të sigurisë dhe çansi që është dhe aeroporti ndërkombëtar i Rinas. Jo, vetëm bëjmë një hyrje të përgjithshme dhe ke detajet të elementet, pastaj ndajmë gjithë bashkë, gjithë secili të japi atë konvestrimin e tij. Po them që çështja e kryes së një atentati kuptohet që është kryer nga ekspert të cilët e njohin mirë mënyrën e ekzekutimeve në këtë lloj situatash, kanë treguar një profesionalizëm në këtë drejtim dhe kuptohet që policia, edhe sikur të ishte në afërsitë të asaj zone, ajo lloj policie që kryen shërbime, nuk besoj që do ishte e aftë të neutralizonte apo të jepte goditjen ndaj këtij grupi. Bëhet fjalë për një grup, një skuadër, e cila ishte e armatosur me armatim të rëndë. Dhe zakonisht policia e cila kryen patrullime, apo policia rrugore është krejt e pamundur që të përballet me këtë lloj armësh dhe me këtë lloj situatash, por duhen njësi të specializuara. Pastaj, çështja e objekte të rëndësisë veçantë, se si duhet mbrohen, se si duhet të reagojë. Unë jam për një luftë të ashpër ndaj krimit organizuar dhe një përgjigje dhëmë për dhëmë në mënyrën se si sillet krimi organizuar. Dhe kjo pastaj ka diskutime dhe vera. A nxorri më shumë se zbuluar atë se çfarë ndodh sot se nëse ty të ndodh aty në Rinas ku të vjen turisti, nëse ty të ndodh kur në komision nivelin më të lartë po raportonte ministra dhe po fliste për një qetësi që ne kemi nevojë dhe shumë mirë bën se këtë duam ta dëgjojmë të gjithë. Ka ndodhur aty ku kaloi një delegacion thuhet, nuk e di se sa e vërtetë është. Është vërtetuar me video të reja tani që pak minuta apo sekonda pasi është bërë goditja ndaj mjetit tip Mercedes-Benz, ka kaluar një delegacion me 4 makina, por nuk dihet ende se kush ka qenë personi që ka qenë pjesë e delegacionit. Ka rrezikshmërinë e vet, por mendoj që për të parandaluar ngjarje të tilla janë një sër institucionesh që duhet të veprojnë në zinxhir. Se ne shpeshherë themi policia, por policia nuk punon e vetme. Policia për ngritjen e moralit dhe për ngritjen e profesionalizmit dhe për rritjen e besimit në komunitet dhe për të zhvilluar operacione të forta dhe për të dhënë mesazhe të qëndrueshme, ka një sër institucione që duhet punojnë. Kemi prokurorin. Në varësi të ministrit. Kemi, jo vetëm në varësi, prit pra se i shohim me uniformë dhe ju gjujmë sa herë i shohim. Nuk funksionon kështu. Tani, kemi një polici e cila
mirë apo keq ka menaxhuar shumë situata të rënda, mirë apo keq është përballur me krimin organizuar, mirë apo keq ka patur aksione që janë për të përshëndetur, po kemi dhe mesazhe që janë lëshuar nga institucionet e tjera që sapo janë arrestuar persona me rrezikshmëri të lartë, nuk kanë kaluar shumë kohë në dyert e burgjeve apo nuk është dhënë ajo dënimi i merituar. Pra kemi një zinxhir të tërë që duhet të funksionojë dhe duhet të çojë mesazhe të njëjta. Kemi dron, kemi satelit, po kemi helikopter që i ngrejmë kur na bien turistët e huaj. Këtu, a patën në televizor për shembull, po të marrësh rastin e sjell sateliteve. Akshi e trumbeton me të madhe që do të monitorojmë, do të bëjmë. Kemi satelitët, po dronët, po çat përmend tjetër, helikopter, jemi në një fazë digital. Tani u përdor në një gjë nga këto për të apo do prisim digjesh makina, tiknin mirë dhe pastaj ta mendojmë, mos e di. Tani unë mendoj që ka një gjë. Dikush na i thotë këto se dhe gabojmë. Unë them ato që mendoj dhe ato që mund të arrit të analizoj e mbarova. Jo, e duaj një përgjigje, nga kjo se ti e njeh situatën. Tani, satellitët të cilët bëhet fjalë, që janë dy Albania 1 dhe 2, nuk janë ato të cilët mund të shërbejnë për situata të tilla. Por që ka ardhur koha, unë e them, dhe mund ta verifikoni. Jo, se ne publiku të thjesht na i përcjellin si një këto nuk shërben dhe nuk janë për këtë lloj. Jo, nuk janë për këtë lloj shërbimi. Madje as Bayraktari nuk e ka mundësinë që të reagojë sepse është shumë larg nga vendi. Por unë mendoj që ka ardhur koha që të ndryshojë protokolli i sigurisë për disa institucione të rëndësisë veçantë. Dhe kur them të ndryshojë protokolli i sigurisë. Ja do të them, janë mjete shumë të rënda dhe kërkojnë një ndryshim të madh në protokollet e sigurisë të vendit. Si kanë bërë këta? Jo, nuk është bërë sepse për të përdorur Bayraktarin një radhë parë duhet fusësh një bashkëpunim mes ushtrisë dhe policisë. Gjë që unë e kam kërkuar me kohë dhe mendoj që në objektet e cilësisë veçantë duhet patjetër një patrullim i përbashkët. Duhet ndryshojë ligji për përdorimin e armëve të zjarrit urgjentisht. I ka lidhur duart strukturave të policisë. Nuk i lejon që të kryejnë detyrën ashtu siç duhet. Pra, ligji thotë që duhet gjujnë ty, duhet vrasin një herë, pastaj duhet të kthehesh. Kjo nuk bën. Që na i shet në si histori suksesi. Po flas për protokollet dhe për ligjin për siguri. Droni Bayraktar. Pra, jo, nuk është droni Bayraktar. Për çfarë janë? Duhet ka janë helikopterë. Ja ta përfundoj. Jo, pra, duhet patjetër një helikopter i cili të vendoset në shërbim të forcave të policisë të ndarë në rajone. Duhet patjetër që të futen dronët inteligjent, ndoshta dhe kamikaz për situata të rënda, sepse ne kemi këto. Jo, nuk i kemi. Është kthyer një sfidë fort lufta me krimin organizuar. Është kthyer një sfidë globale. Në këtë rast nuk nevojitet as droni Bayraktar as 10 sekonda. Në këtë rast na nevojitet vetëm një njoftim në radio që të angazhoheshin gjithë strukturat policore dhe të reagonin. Në mungesë të reagimit të parë apo mungesës së strukturave policisë në institucion të veçantë, të rëndësisë veçantë, siç është aeroporti ndërkombëtar i Rinasit. Në momentin që nuk ka pasur policia atje, kanë pas të gjitha mundësitë strukturat e policisë që të raportoshin nëpërmjet e radios dhe policia të reagonte në pozicione të ndryshme ku ndodhej. Qoftë në Tiranë, qoftë në dalje Tiranës, qoftë në Kruj apo kudo ku ishte drejtuar skuadra e cila ekzekutoi personat në fjalë. Deri tani nuk ka asnjë informacion dhe nuk ka pas asnjë raportim në radio që policia të organizohet dhe të vihet në ndjekje këtyre personave. Ne për këtë po flasim. Ne po flasim që i kemi hedhur të reagimit të policisë së shtetit. Kemi me satelit. Shumë rëndësishme. Për çfarë janë këto? Se mund dalin pamjet për shkak, mund dalin pamjet. Se ne qytetarëve kështu na i kanë servir. Ne nuk kemi bërë gjërat më minimale. Gjërat më minimale të mundshme që policia e shtetit duhet bëjë në një reagim të momentit. Nuk ka pasur asnjë lloj mobilizimi dhe asnjë lloj reagimi nga strukturat e policisë, sepse kur ndodh një ngjarje, raportohet ngjarja dhe vendosen në dispozicion të gjitha strukturat e policisë që janë të gatshme në pozicione të ndryshme të qytetit. Në këtë rast nuk ka pas as raportime dhe nuk janë vendosur në ndjekje.
kemi pritur të dali dyri dhe të shkojmë të ndryshoj protokolli i sigurisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i luftojnë krimin e organizuar dhe banda me F-35. O Faik, bie dakord me ty. Kurse ti ke një skuadër të mirëfillt. Nuk jam. Pret me një gjë nga këta ministrat e zëvendit, ata duhet ta bëjnë pas kopse se kanë bërë. Të ndryshoj protokolli i sigurisë. Ti ke një skuadër të mirëfillt ushtarake, një skuadër ushtarake, pa ta them unë çfarë ka në përbërje. Ka 3 pushkatar, ka një shofer, ka një ndërlidhës dhe ka një mjek. Ja i ke gjithë, ke 3 pushkatar, ke shoferin, ke ndihmësat, strukturat dhe policisë jo vetëm se reagojnë në kohë reale, por janë në gjendje edhe të parandalojnë aktet planifikuara më përpara qoftë akte terroriste, edhe qëndrimi për 10 minuta i automjetit paktën nga burimi raportohet gjëra që të dëshiruar. Nëse do të kishte pas një patrull minimalisht, do t'i kishte bërë dyshim se si dikush ndalon atë rretullim qoftë edhe për të penguar pjesën e trafikut, duhet ta lëvizte automjetin. Nëse do funksiononte policia e shtetit normalisht sipas protokollave dhe standardeve, në një pozicion aq strategjik siç është aeroporti i Rinasit, çdo lëvizje e dyshimt duhet të binte në sy të strukturave të policisë, agjentëve të ndryshëm që ka policia, agjentëve të antiterrorit, apo dhe gjithë strukturave tjera të posaçme që janë të vendosura pranë këtij institucioni. Atje ka pas kohë mjaftueshëm që të vinin vërdall, të rrotulloshin, të zinin pozicion, të godisnin, të pozicionoheshin sërish, të shkonin pram, të vërtetoshin e kanë kryer apo jo. Kush dështoi? Këtu ka dështuar i gjithë struktura e shtetit. Qofse ne donim që sot të dëgjonim një lajm për ngjarjen, lajmi i parë do ishte dorëheqja e ministres brendshme. Këtu në këtë vend askush nuk mban përgjegjësi. Nuk do të ministri brendshëm. Nëse do ja fjalën, pse duhet ta japi dorëheqjen? Kryen ekzekutime të ndryshme, të një pas njëshme. Dhe ne, gjëja vetme që bëjmë është evidentimi se ku del tymi dhe është djegur makina që ka kryer, që policia nuk reagon dhe nuk ka pasur asnjëherë fuqin për të neutralizuar apo të vendosi para përgjegjësisë në momentin e ekzekutimit veprës penale kur ka ndodhur, ketë një kapje apo një arrestim apo një ndjekje të këtyre personave që kanë kryer krimin, ne jemi në një shtet ku ndodhin këto që ndodhin, këto janë saga të vazhdueshme, një pas njëshme, policia nuk marr përgjegjësi, ministre e brendshme dele dhe thot që jemi vendi më i sigurt dhe siguria. E marrin mirë qenë se dha dorëheqjen ministria. U bë një ministër tjetër, pas 3 ditësh ndodhi një ngjarje prapë kriminale. Çfarë t'japi dhe ai? Po si funksionon kjo? Ministria mund të dalë të tregoj se çfarë ka bërë në këto muaj. Ne nuk e kemi personale me ministrën si individ, ne kemi personal me pozicionin. Ne nuk analizojmë gjë. Nuk po flasim për emrin sot. Ka dështuar çdo lloj veprimi që duhet të kryejnë strukturat. Kam patur një bisedë me një drejtor të burgut të sigurisë lart në Angli. Edhe kishte 25 vite në detyrë. Edhe i thash, "M'fal se ne kishim edhe pjesën që kur ndodhte një ngjarje e rëndë ose në një problematikë me çështje sigurisë me të burgosurit apo edhe jepte dorëheqjen direkt gjithë zinxhiri, shkatërrohesh gjithë sistemi." Thash, "Ju s'keni pasur si ngjarje të rëndë thash gjatë gjithë këtyre viteve në ato institucion?" Patjetër që kam pasur. Burgu është me rrezikshmëri të lartë, ka dhe ngjarje të rënda, po nuk e dhën dorëheqjen. Po pse duhet jap dorëheqjen ta? Unë nuk kam kryer shkelje. Pra nuk janë. Por çfarë ka ndodhur tha pastaj? Unë duke qenë një kohë gjatë. Jam bërë shumë profesionist dhe menaxhoj dhe analizoj ngjarjet në kohë reale shumë shpejt e marr masa. Pra ministri duhet të marrë masa. Qofse ministri qofse vërtetohet që ministria ka penguar punën, kaq të rënda kur shteti ka dalë zbuluar dhe nuk ka reaguar në asnjë nga format dhe mënyrat që shteti e ka ekskluzivitet për të vepruar. Tani, s'na ngele gjë tjetër veç se dikush të mbajë përgjegjësi. Të vritet gjyqtari dhe ne nuk e dim ende, po diskutojmë a duhet policia private dhe se kemi zgjidhur akoma se kush duhet ishte aty policia. Edhe aty do ndryshoj ligjin. Do ndryshoj ligjin se në 2016-ën, kolegji ka kërkuar që duan pavarësi. Ti këtu apo unë? Jo, unë jam me mendimet ne kaq kemi vrasë. Mbas orës 12 natës policia ngriti dronin dhe nxorri lajmi që u lokalizua nëpërmjet dronëve që policia e shtetit ka në dispozicion. Në këtë rast
Ke dëgjuar për ndonjë reagim, për ndonjë dron, për ndonjë raportim, për mua duhet punuar fort me repartet specializuar për neutralizimin e elementeve të armatosur, të rrezikshëm, që një repart i cili për mua ka nevojë urgjente për një ndërhyrje, sepse punojësit të atij reparti kanë një eksperiencë dhe profesionalizëm të jashtëzakonshëm, por kjo bëhet duke ndryshuar radh parë ligjin, edhe e dyta duke menduar që ata punojës asnjëri të mos bëj punë të dytë dhe mos shërbej. Po sigurisht nuk e vjen në diskutim faktin që duhet të ministra duhet japi dorëheqje, dakord. Me këtë do merret planifikimin e bën ministria. Të menaxhimit, por planifikim sigurie bën policia, nuk bën ministri. Zotë Basha në vazhdimsi të asaj që a bën mbledhje, bën analizë dhe drejtuesit e policisë paraqesin faktet se mund të kemi shkuar në një dështim nëse ka një dështim. Dhe nëse është varësi e ministrisë, të hynë aty dhe gjëndet në automjet, nuk është normale, dhe kjo duhet kërkoj analizë, po bëhet një analizë dhe duhet patjetër që ngarkohen me përgjegjësi. Tani më mirë pas se sa fare se ngjarjet do vazhdojnë, po mos shkojmë në një ditë tjetër që na dali dhe një tjetër në këtë mënyrë. Pas ne jemi edhe pas emrave që kanë dekonspiruar shokët dhe i kanë nxjerrë në vijën e parë për t'u vrarë. Pas ne jemi edhe pas disa ngjarjeve akuzave me emër. Kjo rrezikon bëj statistik tani. Por të mos u bërë statistik, dhe pas çdo ngjarje të rëndë që ka ndodhur, gjithmonë na ka ndodhur që ka qenë një pjesëtar i policisë shtetit në atentate ndryshme që ka ndodhur. Qoftë personat që kanë goditur apo qoftë personat që janë goditur, se nuk është rasti i parë ky që fatkeqësisht ai është plagosur dhe është punojës i shtetit, por kemi pasur raste të tjera që po, një gjë nuk kuptoj, shohim pak videon të plot, si është e mundur që këtu nga një zonë që duhet rish 40 minuta ne gjithë shkojmë në Rinas, udhtojmë në trafik. Kjo është shumë e dyshim. Shiko tani, gjithçka bëhet. Në moment nuk ka pasur trafik. Ska lëvizje. E lëviz makina, shiheni si e lëviz. Lëvizja e mjeteve. Ska një policë, aty e ka qelluar, janë dëgjuar të shtonë armë. Bllokohet arma, ka kohë po besi që të marri armën, po të sigurohet i shkoj dhe i herë afër aty se mos po jeton dhe njëri. Lëvizja e mjeteve është blokuar. Dhe, shiko, mjetët që vinë nga Rina si për dalë, e kanë parë situatën dhe një mjet kanë ndaluar dhe gjithë tjerat ndalojnë mbrapa. Po pse këta qytetarët që po ecin aty në kam qetësisht ja ku janë tani. Mos e kanë parë janë dy të moshuar që kanë aty afër dhe për ndalimin e mjetëve atje mund të ketë pasur edhe persona të tjerë të përfshirë që kanë marrë pastrimin e zonës. Në fakt, ai dhe sa i përket pjesës perimetrit sigurisë, rreth 50 metra më poshtë është vendosur perimetri sigurisë, po pasi ka mbaruar gjithçka. Aty në atë moment nuk ka pas. Pasi që ndjek dhe makina më? Aty në atë moment nuk ka pas në gjykimin tim të paktën asnjë lloj reagimi. Më bën përshtypje diçka kur ne shkojmë për të raportuar në Rinas, pikërisht është drejt. Unë nuk mundesh, sepse aty të afrohet ai punonjësi i sigurisë së Rinasit, kur afrohet një gazetar dhe një operator me kamerë, se ndoshta cënojnë sigurinë dhe reputacionin e aeroportit. Por kur një makinë ndalon 10 minuta në qarkullim, nuk afrohet ai punonjësi. Me vërtet, nuk ka ndaluar makina 10 minuta. Ka ndaluar më përpara, ka ndaluar në anën tjetër. Është video e parë që ai vazhdon. Xhiro, po xhiro nuk ndalon kurse ti mund vish me një person. Po ti bën 30 herë xhiro, ndalon ti çdo të futesh në parkim, mund të bësh dyshimt ajo. Se një makinë që bën 30 herë, diçka po planifikohet. Duhet ta analizojmë në dy element. Një, objektin strategjik dhe dy, çështjen e krimit të organizuar. Janë të dyja që mund analizohen veçmas nga njëra tjetra. Di çfarë më bën përshtypje. Krimi i organizuar mund ta kryer këtë krim edhe në Kashar, edhe në blok, edhe atje. Po pikërisht aty sepse është gjendur jashtë e njëse se ti e ke në CV-n tënde. Dhe ti e di shumë mirë çfarë ndodh aty. Çfarë dyshon se ka ndash të bëj krimi organizuar? Është shumë i fuqishëm dhe na dha një mesazh që ne vrasim nga aty. Jo, nuk është që mesazhi për institucionin. Mesazhi i krimit të organizuar, këta që drejtojnë. Mesazhi i krimit të organizuar ka qenë për bandën rivale, nuk ka qenë për institucionet, sepse po të shikojmë janë duke u munduar të qëndrojnë sa më larg dhe duke kryer operacione si me bisturi në raste të tjera, sepse nuk duan të bëhen pre e zbulimit, se nëse do zbulohet, dhe unë shpresoj që policia të bëjë një punë profesionale dhe është në provë në këtë rast, dhe dikush do të dali, apo dikush do të ketë harruar një element sa do të vogël për të çuar në zbulimin e gjithë ngjarjes, pastaj do zbulohet një situatë shumë e rëndë ku shumë persona
do të dalin të përfshirë. Dhe kjo do jetë goditje për krimin organizuar. Se sa do ja arrim, nuk e di. Pjesa për çështjen e elementeve që duhet të ndryshojnë dhe duhet të marrë në përforcim për sa i përket objektit të rëndësisë veçantë, është tjetër gjë. Jo, ne kemi parë për qytetet të rëndësishme në Europë, ka patrullime me forca ushtarake, me mjetet blinduara. Është vetë ndonjëherë sinjali për këtë? Unë e kam thënë gjithmonë. Jo, institucionalisht më thajit ata njëherë. Para një viti, madje që para një viti kam thënë që ushtria me policinë duhet të bëjnë një ligj të përbashkët ku duhet marrin patrullim. S'ka nevojë, policia ka struktura tjera për të siguruar rendin dhe sigurinë. Nuk ka policia, nuk ka mjete dhe pajisje për të përballur me një skuadër, nuk ka mjete policia. Ajo policia që kërkojmë ne aty, që të themi pse s'është aty, ajo nuk ka mjete dhe pajisje për të përballur me një skuadër me arma që rrinë një postoblok të zakonshëm, sepse në kushte të tilla policët tanë nuk janë as të trajnuar dhe as staf që të veprojnë në një moment ku ka një goditje dhe shkëmbim zjarri aq fuqishëm sa është në këtë rast ku përdoren Prandaj aty është një skuadër me armatimin e një skuadër ushtarake. Ne kemi fjalën për strukturat e tjera të policisë që duhet të kenë gjithë kohë në vëzhgim atë territor dhe atë perimetër. Kur nuk e parandaloj dot aty, çfarë tregon? Policia ka dhe policia kanë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Policia kanë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po nuk ja dalin dot me krimin organizuar se krimi organizuar ka struktura inteligjente ka automatik që janë në një fuqi zjarri shumë të madhe. Kurse policia ka vetëm një pistolet. Kështu që pranaj duhet rritur raporti i forcave. Për tjetër gjë, ti po thua Shtetet Bashkuara të Amerikës përballen ka të statistika ku vriten ata, shkojnë edhe Sinaloa ndej, vriten ka statistika. Ne po flasim për tjetër gjë, si ke fare aty, s'ke njëri fare, s'ka punu radio, ka nik dritat, s'është ngrej droni, s'ka punu sateliti për ta zbardh. Dhe siguria bizneseve, hoteli që kanë shkuar qytetarët, dëm mund kishte viktima kolaterale. Ti është fati i madh që s'ka pas viktima të tjerë se me atë numër plumbash që nuk po flet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ti po thua që u përballen dhe u vran dhe ata ngrihen dhe shkojnë prapë në detyrë sepse e kanë me shpirt me zemër. Dhe po ka statistika. Ne s'po flasim për këtë fare Faik. Ne po flasim. Jo, po flas për raportin e forcës dhe përplasjes. Pra duhet rritet raporti i përplasjes dhe i forcës. Nuk mundesh ti ta luftosh krimin organizuar me policë. Në vazhdimsi të asaj që ju thatë çfarë. Nuk e vën fare ndyshim që strukturat e policisë ka njerëz të aftë, policë shumë të aftë, të përgjegjshëm dhe që kanë vullnetin për të shërbyer atë dhe sigurisë kombëtare. I gjithë problemi është te sistemi komandues, tek drejtuesi. Dhe ne këtë po thonim çfarë. Prandaj dhe kërkuam dorëheqjen e ministres, sepse këtu mungon drejtimi. Nuk mungon në profesionalizmi dhe njerëzit që janë pjesë e strukturave. Ministre, e mori me një bilancë. E mori me një bilancë. A bëri diçka ministre, mori me një bilancë, se nuk e merr pa bilancë. I kanë dalë efektiv, i ka drejtora policie, të cilët i ka të përfolur. Institucioni dorëheqjes tu nuk njihet. Tu askush nuk marr përgjegjësi. Nuk jep njëri dorëheqjen. Tu pozicionin e kanë, sikur ja ka dhënë babai dhurat për ditën e martesës dhe do ta gëzoj derisa të ketë mundësi deri në fund të jetës. Nuk ma njëri përgjegjësi këtu. Më thënë, asë ti punon në strukturat e policisë. Që mund të vendosin para përgjegjësisë jemi ne, opinionit publik për të kërkuar llogari. Po jetohet, punojës të policisë, sepse janë problemi vetëm ky është problemi që do të çojmë mesazhe. Si parandalojmë ne këto Faik? Në Rinas, kur su parandaluar në Rinas? Unë ta thash se si parandalohen këto lloj ngjarje. Këto lloj ngjarje duan kohën e vet për të parandaluar. Lufta me krimin organizuar nuk është një luftë që mund të fitohet sa hapen mbyll syt apo vetëm me ndryshimin e një personeli në një strukturë të caktuar. Për mua, qytetarin e thjeshtë që më merr monopatinën, që më vej gjop, që më ndalon në mes të natës, që mund të jem duke shkuar në farmaci dhe më del në mënyrë arbitrare ai zotria atje i veshur me kostum policie, më pyet me vajzën me 39 me temperaturë ku po shkon, ku s'po shkon. Kush më garanton mua që këto gjërat këta i bëjnë mënyrë selektive duke i rënë popullit dhe janë dorëzuar para krimit dhe shkojnë e punojnë ditën në biznes, bo në AMP,
pastaj dekonspirojnë dhe kolegët. Këto unë ku ta kërkoj fajk? Ta kërkoj ke ty si ekspert, ta kërkoj te Besi që nuk raporton dot atje se nuk e lë policia, ta kërkoj te avokati, ku do ta kërkoj unë këtë? Do ta kërkoj aty ku kam hedh voto, do ta kërkoj tek ministria, do ta kërkoj ke drejtori i policisë. Si unë e kërkoj çdo qytetar kur çojnë fëmijët mos jenë te shkolla me breshëri plumbash. Patjetër që ne duhet të kërkojmë llogari. Mos ta çoj fëmin unë tek shkolla private se aty mund të ma marrin, mund të ma përdorin, nuk kam siguri çfarë si që e kanë hall të gjithë. Po nuk e as shkollë njëherë. Këtë si këtë ma thuaj po situatë përgjithësia është politike, po çfarë është kjo përgjithësia? Jo, nuk është politike. Parandalimi, ishim te parandalimi i ngjarjeve të tilla është një zinxhir institucionesh që funksionojnë në kohë të caktuar. Nuk mund të ta kërkojmë nga dje ndodhin ngjarja dhe sot themi të mblidhen institucionet edhe tashmë do parandalohen. Jo, ngjarja është e parë. Një nga shumë ngjarje ne kemi nuk e dim të. Nuk e dal sot i thuash qytetarëve që un kam bërë 1, 2, 3 gjëra, shkonin rinas, shkonin punë, shkonin shkollë, këtë e ka bërë kush? Po mirë, nuk është kjo se nuk jemi të shi në zonë lufte ku njerëzit janë në aeroport, çfarë zonë është? A është rëndësisë veçantë ti ke mbuluar sigurisë në aeroportit? Po, nuk jemi në ato lloj situate ku njerëzit të flesohen, nuk duhet japin mesazhe të tilla. 42 orë që kanë kaluar dhe ende nuk janë identifikuar autorët. Kush e di këtë? Kush e tha? Unë kam pak me burime që ende nuk janë identifikuar autorët. Me burime nga drejtoria e policisë. Unë do shqetësohesh ashtu nëse burimet kanë arritur të dekonspirojnë deri në këtë pikë. Jo, nuk dekonspirojnë as pak. Jo, s'ka lidhje. Po unë besoj që duhet patjetër të punojnë. Apo flasim për dekonspirim. Hajde të flasim brenda radhëve të policisë, jo te gazetarët. Gabim kjo. Shikosh që gazetari me informacione ta dekonspiruan, nuk ta pranoj. Unë jam super kritik me strukturat e policisë që kanë dekonspiruar, po unë jam kaq kritik me institucionin e medias që sapo ka rënë gjurmë në informacionet e ka bërë publike. Po të mjeta bëjë publike, zoti Pasha. Me Besi se Besi është mjeta bëjë publike, sigurisht do ta bëjë publike. Kemi gazetarë. Dhe detyrën për të bërë informacione ka institucioni. Që disponojnë dhe i hedhin në qarkullim, dëmtojnë edhe Ma thuaj një informacion në rasti konkret që kanë dëmtuar, Besi. Rasti konkret nuk ka, se skandal dhe shumë mirë ka bëjë që skandal, sepse po të nxjerrim informacione sotne, mund të dëmtojmë rënd hetimin. Skam, se po kishin do e kishin zgjerë gazetarë do t'i lëm kohë. Asti dëm konkrete nga policia. Se po të kishin, me një arsye policia edhe për të na dhënë informacion dhe e kishin zgjerë. Dhe policia duhet të jap disa përgjigje të tjera, nëse ka pasur të dhëna të nxjerra nga sistemi Teams, pra duhet të përgjigjet, sepse çdo kush, mendoj unë, çdo qytetar i thjesht e mendon këtë gjë nëse ka pasur ose jo. Po ju mendoni që nuk është për të hetuar kjo? Ja ta mbaroj. Është për të hetuar, po kur do të hetohet? Sa do duhet që të hetohet kjo gjë nëse ka dalë nga Teams ose jo, të dhënat konkrete për personat që kanë udhëtuar nga Barcelona. Kjo ngjarje, e dyta, informatorët e dyshuar 48 orë, por mund të kërkojë edhe 6 muaj. Kemi të bëjmë me një... Shiko, nuk janë zënë 2 veta për gardën ke parcela. Sa ngjarje ka të tjera të pasbarë? Për 6 muaj të grupe... Sa ngjarje të pasbarë? Nëse ne do pranojmë që... Do hetohet që në Spanjë. Po zotëria ka në veprimet e parë. Po pra, do hetohet që në Spanjë, do hetohet në aeroport, do hetohet në komunikim, do hetohet në sisteme, do hetohet e shkuara e personit, do hetohet e shkuara e personit që ishte shoqërues. Janë me mira orë filmimet që do analizohen. Pra ka shumë punë, nuk mund të themi që dali policia të shit na japi neve informacion se çfarë punë po bën. Kjo nuk mund ka një interes kaq larg publik, dhe është një çështje kaq e madhe dhe kaq publike, sigurisht që ka të drejtë që ka detyrim që t'jap edhe informacion publik. Ne nuk po themi të cënoj hetimin, nuk po themi që t'jap, le të themi, detaje shumë konkrete të hetimit. Kjo duhet thënë, kemi shtuar masat, kemi duke punuar në... Kjo për efekt të qetësisë qytetarëve të ndihen sigurt dalin rrugë. Vazhdoj një jetë normale dhe një jetë e qetë, sepse shumica e qytetarëve janë të traumatizuar. Tani, duhet ta bëj si ajo shpreha që tash nuk duhet ta bëj këtë sepse nuk është normale. Ky është filmi i parë, që kemi bërë si palem për viteve 80-90. Nuk duhet ngrem kurrë këtu edhe të ngrem alarmin që nuk ka më siguri në Shqipëri sepse ka ndodhur një ngjarje e rëndë ku është vrarë. Se ne i themi faktikisht
Ne themi atentat, po ky nuk është atentat. Çfarë Nuk është atentat, se atentati në përshkrimin nuk është i kësaj natyre, ka të përfshirë zyrtar të lartë shtetor. Kjo është një ngjarje kriminale ku disa elementë të krimit, grup kriminal ka kriminale atje se nga mënyra ekzekutimit dhe krimit kushteve. Në terminologji nuk quhet atentat, pavarësisht se ne i themi atentat, por nuk është atentat. Nuk quhet atentat se për të qenë atentat ka element tjerë të cilët të bëjnë. Pra, duhet jetë i përfshirë zyrtarë të lartë shtetror, duhet ketë shumë element të tjerë që bën një atentat. Nuk është atentat. Është një ngjarje e rëndë, ka mbetur një person i vrarë, njëri është i plagosur, duhet analizuar, por nuk mund ta hedhim në këtë që gjithë Shqipëria duhet të jetë e friksuar. A mund të ishte një diplomat, a mund të ishim unë, meqense kalon edhe eskorta 30 sekonda, 40 sekonda pas ngjarjes. Atëherë do e quanim atentat, kur rastësisht na pritesh një njerëz. Po kuptimin ligjor dhe kuptimin e kodit penal, ky nuk është atentat, po të them. Se atentat është një ngjarje shumë më e rëndë, ku përfshin zyrtarët lartë, ku përfshin mesazhet forta për institucionet. Pra, atentati është një po ta them. Atentati është një hap siguria kombëtare. Atentati është një hap larg sulmi terrorist. Që nuk është vrarë dikush sepse që ka mesazhe më gjëra, ka figura më të rëndësishme jo të jetës, por të veprimtarisë, të menaxhimit të një vendi. Nëse ti do të ishe drejtues sot, sikur se ke qenë Irina Seti. Nuk do jep të dorëheqje. Jo, nuk po e pyes për këtë. Unë kam tjetër mendim. Jo, unë mendoj edhe të kundërtën dhe mund ta bënte. Faiku ka treguar që nuk i dorëheqje. Po, sepse e njohim në bashkëpunimet në media. Është tjetër gjë. Jo, është tjetër gjë. Madje ka dhënë dorëheqje edhe pa patur asnjë lloj përgjegjësie, asnjë lloj gjë, vetëm për të hapur rrugë. Më dëgjoj mua, a do t'ishe ti sot në alarm se grupet terroriste këtë situatë, a do e shije në protokollin e sigurisë se ky moment që na tregoj kaq zbuluar mund të bëhesh objekt i një sulmi me një tjetër background edhe terrorist. Pse jo? Ku e di unë? Unë nuk di ta them. Ktu ne një aeroport kemi, ne Rinasin kemi. Mos ndodh kurrë. Dhe unë besoj shumë fort që po, ne nuk mund na ndodhi kjo. Por në praktikisht do ishte në agjend kjo tek alarmi që do të kishte sot siguria? Po, unë thash patjetër që duhet jetë në agjend. Ne nuk kemi vetëm një objekt të rëndësisë veçantë, se kemi edhe portet, kemi edhe digat, kemi edhe energjinë, kemi disa objekte të rëndësisë veçantë. Ndodhi këtu. Atëherë, prandaj thash që është e nevojshme për shkak të shumë arsyeve që të ndryshojë protokolli i sigurisë për luftën ndaj krimit të organizuar, për ruajtjen e objekteve të rëndësisë veçantë, duhet të rritet teknologjia, duhet të rritet mundësia për të grumbulluar informacion e reagim të shpejtë. Kjo bëhet duke ndryshuar ligjin, kjo duhet bërë duke ndryshuar dy ligje, ligjin për përdorimin e armëve të zjarrit, ligjin e policisë shtetit dhe ristrukturimin dhe futjen në përdorim edhe të elementet të forcave ushtarake për ruajtjen e objekteve të rëndësisë veçantë, modernizimin e një strukture të veçantë dronësh, një skuadër apo një ekip dronësh që mund të përqendrohet në rajone të caktuar. Satelitët nuk shërbejnë për këto lloj ngjarjesh. Janë për gjë tjetër, janë për mbrojtjen e territorit, janë për zjarret, janë për informacione të cilat janë madhore, nuk janë për kaq nuk i ngrej dot. Jo, nuk kap sateliti tash njërin fushkruj me pushë në dorë. Nuk është kjo qëllimi sateliti. Sateliti është për parë zjarret, pronat, ka një zjarë. Ti mund kesh një ekip dronësh të cilët pas kësaj ngjarje në qindrat e sekondit mund të ngrihen, janë inteligjent, fokusojnë targën dhe mjetin dhe e ndjekin deri në pikën e fundit. Dhe në rast se shihet e nevojshme kryejnë dhe eliminimin. Propozoni disa ndryshime ligjore strukturale që policia shtetit. Po gjitha këto reformat që ka trumpetuar qeveria gjatë gjithë këtyre viteve. Në gjykimin tuaj, do të thotë që janë reforma të dështuara? E kanë përmirësuar, patjetër që e kanë përmirësuar. Por shiko, para 3 vitesh dronët nuk ishin pjesë e zgjidhjes apo pjesë e sistemit.
Tani po vjen edhe po evolon. Larg të dronit, ka gjëra tjera. Jo, drone, po janë super. Sa blesh, shiko, unë kam qenë para disa vitesh kam qenë në idesë që duhen patjetër 2 helikopterë ku të pozicionohen në 2 rajona, një në Fier dhe një në Lezhë ose për t'i ardhur ndihmë. Tani evoloi, eci shkenca. Tani nuk mendoj, ka ekipe dronash. Vendos dron, jo nuk janë dron të asaj natyre që them unë. Dron duhet të jenë dron luftarak dhe kamikaz dhe gjurmuz. Janë dron të specializuar. Për ta filmuar dhe për ta ndjerë. Në autostrada, si për agalimet e gabuara me dron. Gabuar vjen gjoba. Dej me monopatin, tik put mese. Ajo dron profesional për shërbimin rrugor, që ai ngrehet në një sasi 1 kilometër larg, nuk e di sa e kanë, ndoshta më pak. Do të thënë ti thuaj që teknikisht nuk e vinin do dronin aty ka një segmenti problematik në këtë rast. Tani, ne duhet dim, ka skuadër të tillë që është e pozicionuar aty, se nëse droni është në Kashar, nuk shkon droni atje, nëse droni është në Sauk, nuk shkon droni. Do t'i bëj unë nga studio zonat problematike, këta do të kenë një plan për këtë, mos t'i përdorin duhet investime. Po duhet takshë që zakonisht grupet kriminale kalojnë gjithmonë ato atë. Si do të është në Kashar, si do dali atje, duhet ndryshime ligjore dhe pajisjesh. Prandaj them që ka pajisjet I kemi, të lutem shumë. Ajo duhet të thosë si rruga e tarratisurve, se nuk është hera e parë që po mund vendosen edhe kamera inteligjente, mund vendosen edhe kamera inteligjente. Parave kanë kaluar në të njëjtën rrugë, në njëjtin segment. Duhet vendosen kamera inteligjente në zona të caktuara ku janë të identifikuar aktivitet. Po tani nuk e dim tash, nuk e dim se në shfaza është policia në hetim. Se duhet dim, se nesër del policia dhe zbarë gjithë ngjarjen çfarë të mirë që ta zbardhin ngjarjen. Ne këtë shpresojmë që mos jetë si ato atentatet e tjera dhe ngjarjet e tjera kriminale që kanë mbetur, jo statistik, por kanë mbetur pa autor, pa zbardhje, pa asnjë lloj gjëje. Pasi vendosen përpara përgjegjësisë autorëve të krimit, sepse ka pafund ngjarje të kësaj natyre, të cilat kanë mbetur të pazbardhura. Janë zbardhur ngjarje që të cilat le të themi ndoshta autorët e dyshuar kanë lënë prova në vend ngjarje, mund të kenë lënë diçka gabim dhe më pas policia mund të ketë zbardhur ngjarje të tilla. Por ngjarje që kanë qenë të mirë organizuara ka pafund që nuk janë zbardhur. Dhe mos këto me djegje makine njëherë, që janë organizuar, edhe tritolet. Patjetër. Kur shohim këto pamje, 2 gjëra bien sy, se sa e pa organizuar është policia e shtetit dhe sa të organizuar janë atentatorët. Se po të shikosh edhe mënyrën e ekzekutimit, mënyrën se si ata dalin nga makina, mënyrën si pozicionohen, si lëvizin, si bën ekzekutimin final, kur shkon për herë dytë. Ata nuk janë thjesht persona amator që janë paguar ndoshta nga dikush për problemet të tyre që mund të kenë pasur më përparshme. Ata mund të jenë persona dhe të mirë trajnuar, mund të qenë pjesë në 1 minutë pak vetëm gëzoja. Por që kanë përdorur të gjitha mjetet deri tek infiltrimi në radhët e po kamuflazhit veshur si polic, veshja besoj që kanë qenë me antiplum. Kush kanë qenë me antiplum? Besoj që nga parë duhet që janë patjetër që ato janë njerëz që njohin armën, nuk janë njerëz që nuk e njohin armën. Patjetër që ato kanë bërë shumë tragjedi. Çfarë ndodhi në ato momente? Është bllokuar njëri nga le të themi armët e zjarrit dhe pas merr armën tjetër. Madje unë shoh që ai ka ndruar karikatorën aty. Dhe nuk e ka hedhur, nuk I ka rënë, po si duket e ka mbaruar karikatorën dhe ka ndruar. Se kam një pyetje për këtë këtu me që kemi kohë. Ktu ka hedhur armën, s'u po shoh një pamje, ka hedhur armën dhe ka nxjerrë pistoletën. Në momentin që afrohet dhe ka pasur gjak ftohësin të kthehet marrja të gjë. Po pra, janë persona që e njohin mirë sepse kanë pasuar dhe vendin e ngjarjes. Ja, shikon I merr me detaje gjithë çdo gjë, çdo element që ka rënë gjatë aksionit në kthim I kanë marrë gjithë. Janë ndihmuar deri në nivele nuk besoj që janë nuk kanë në ndihmë më të madhe se sa zhduket aty, përveç se element të tjerë që mund të kenë ndihmuar për të larguar nga vendi I dytë ku kanë ndjek makinën. Me që janë këto pamjet, I dua edhe një herë të plotat, lutem. Është një person, shife pak fa I ka të me jelek, unë nuk di ta dalloj çfarë është ai security, po është një person është në anën e djathtë, po. Që është me jelekun e verë. Ja ku del prap. Është sigurisë aeroporti. Ato që flasin. Me një qetësi se s'ka ç'të bëj aty. Po e me duhen xhepa, ç'a të bëj? Po dhe këta dy persona të tjerë. Po them që po pse po them unë që duhet fut element që siç është ushtria që ka ligj dhe ka drejt të përdor armë të rënda. Po nuk përballesh dot me
Po ka radio, pa radion e ka me shefin e tij, me shefin e brendshëm, nuk lidhet me policinë. Nuk e njofton policinë. Po zgjat paktën minimalisht shkon 3 minuta, sa të njoftohet nga shërbimi atje, edhe është njoftuar policia pasi ka. Nuk është çështja e saj, nuk mundet policia private, as siguria e aeroportit të përballet, as policia rrugore, as patrulla e policisë përgjithshme të përballet me një sulm të tillë. Pra, ti themi ca gjëra, se ky shëllimi unë po kryzoj askënd, po të themi disa gjëra, se po shikoj që ai është aty, dhe ku ti e shikon Faik me uniformë, se është një lloj uniforme, qytetari thjesht nuk e din, ai mendohet që ai për punojësin, ai punojësi aty ka atë detyrë të pastrojë vendin nga makina që ndalojnë për një kohë gjatë. Ka pastruar vendin? Ai punoj. Bosh është vendi, një makinë ka ardhur aty me ja kanalu, mos gabohesh me blokazh. Makina autorëve ajo që ka ndaluar në gjithë me punojësin që shikojnë pamje. Toyota është autorëve. Ai nuk lexon mendjen. Po pse se largon atë makinë që ka ndaluar aty? Po mirë, ja i hapi dyrja, ka 10 sekonda, nuk mund ta shikosh ai është nisur. Jo, besoj ai është nisur tek ajo, është nisur tek automobili. Për ta folur momentin që ata kanë dalë. Është larguar ku ka pa njerëz me ardhmë, është njerëzore se si njerëzore dhe ai nuk është i armatosur, dhe ka detyrë funksionale fundi ai. Po thjesht ai vetëm ka policia, ai vetëm funksionale distancë mos përballë me atë që të hedhin herë me herë, sa as me automatik s'ka çfarë të bëj. 4 pushkatarë aty, një person afruar dhe një person tjetër i sigurisë të aeroportit. Po janë dy me jelek që po i shikoj. Po thjesht a paralajmëron kjo ngjarje nevojshme, po as detyrën që a parandalon kjo një sagë hakmarrjesh sikurse ndodh në botën e krimit dhe kaq është egër me të cilën ne po përballemi tani. Për nga mënyra dhe personazhet që janë goditur atje, unë besoj që do kemi sagë të tjera në vazhdim. Shpresoj që të jenë pa dëm edhe të parandalohen. Por që këto ngjarje janë ngjarje që nuk e kanë zanafillën tani, e kanë zanafillën shumë herët dhe aq thellë sa kanë hyrë dhe aq shumë sa janë goditur me njëri tjetrin. Besoj që do ketë veprime edhe nga pala e dëmtuar për të marrë hak. Shpresojmë që policia e shtetit të jetë në nivelet e kërkuara për rendin dhe sigurinë publike, për të parandaluar ngjarje të tilla që mund të ndodhin, por që nëse vazhdojmë me këto kushte që kemi, ky vend të lë për dëshiruar dhe rendi dhe siguria publike këtu është absolutisht në nivele të minimumit, sepse këtu nuk të sigurohet jeta, as në hapësira të përbashkëta publike, as në institucione publike, apo mbi të gjitha në institucione të rëndësisë veçantë, siç është në këtë rast aeroporti. Nëse do ishim në një shtet tjetër të botës, në aeroport tjetër ndërkombëtar, të gjitha ato lëvizje të dyshimta që janë kryer përpara nga personat që kanë kryer atë masakër, të paktën do kishte tentativa për ta parandaluar apo për të dështuar të paktën pse ne pranojmë si të nëshën që nuk mundemi të parandalojmë ngjarje të tilla? Që nuk besoj që e pranojmë. E pranojmë. Kemi që në maj, mos gaboj, ndoshta edhe më herë që nuk kemi patur ngjarje të krimit organizuar. Kemi kaluar gjithë periudhën. Sa ngjarje janë parandaluar? Kemi ngjarjet parandaluara ka plot ngjarjet parandaluara, po sigurisht që ngjarjet parandaluara të konstatuara ka dhe ngjarjet parandaluara të cilët si rrjedhoj e punës mund mos futen në agjendën e krimit të organizuar për të realizuar. Pra, nuk i dim gjitha, ne dim që janë analizuar, janë punuar, kemi një zbardhje të ngjarjeve, kemi gjatë 2025-s kemi një zbardhje gati 95% të gjithë ngjarjeve, nuk po them vetëm ngjarjet të krimit të organizuar, po janë arrestuar nga 21 ngjarje të rënda, 19 nga këto ngjarje ka patur dhe arrestime dhe zbulime. Pra, kjo futet te procesi i parandalimit. Për sa kohë në disa nëse edhe kjo ngjarje do jemi në drejtim të zbardhjes, pra kjo do të thotë që policia ka kryer një punë të mirë dhe jemi drejt parandalimit sepse grupet kriminale pastaj fillojnë të tërhiqen për sa kohë nuk ka tolerancë dhe ka shërbim i cili shkon deri në zbulime. Po kjo pse parandaluar sipas teje? Kjo nuk është parandaluar se kjo është ngjarje e cila ka shumë element të cilët sofistikim patjetër, organizim, ka ekonomi, prandaj duhet të luftohet krimi i organizuar, duhet luftohet ekonomia e tyre, duhet luftohen burimet financiare. Mund të them që në goditjen e bërë nga SPAK-u, disa grupeve kriminale,
hetimi i pasurisë, ka ndikuar në gjithë uljen e kësaj situate ku ne themi që ka parandalim apo nuk ka ngjarje për 4 muaj në pikun e gjithë turizmit e tjerë. Pra, ka një parandalim të caktuar. Por duhet një punë akoma më e madhe nga këto struktura. Unë besoj që dhe Spaku do merret me këtë ngjarje, kështu që besoj do kemi një rezultat pozitiv. Duhet presim. Visi, çfarë ndodhi me njëherë pas ngjarjes së sot që ne flasim? Duket si një pyetje që edhe ka shkaktuar të qeshura kur unë e kam ngritur, po ajo që duhen dinë qytetarët është, a ka masa të shtuara, si veprohet, sepse unë mbaj mend, kur kishte ngjarje për shembull në rastin e Shkodrës, rreth 2 ditë kishte ndjekje, dilnin me njoftime për zonat, angazhimi i strukturave të cilat punojnë. Duket si me vitet është zbehur kjo. Në fakt, për ishtë vërtetës Aida, kur ne po ktheheshim pasi kishte ndodhur ngjarja rreth 1 apo 1 orë gjys, sigurisht në gjitha pikat kryesore, pra nga mbikalimi i Rinasit, pak më sipër, por edhe në hyrje të Fushkullit, ka pasur disa pika kontrolli të ngritur postoblloqe. Zakonisht, në të tilla raste, në momentin që ka një ngjarje kriminale dhe autorët le të themi janë arratisur, gjithmonë ngrihen këto pika le të themi postoblloqesh. Por pyetja që shtrohet është nëse këto mjaftojnë, nëse kanë reaguar në kohë, nëse kanë bërë punën siç duhet, nëse kanë konstatuar qoftë edhe persona të tjerë që lëvizin me armë, sepse këtu problematika nis që te persona që lëvizin me armë pafund. Pra nuk do të jetë vetëm statistik policie, disa aksione për vjedhje, sepse po shohim sot 2-3 zbardhje që ka sjell njoftime policia e Tiranës janë kryesisht për vjedhje. Unë mendoj që jo, kemi dhe 2025 kemi 1000 aksione të drejtuara kundër mbajtjes pa leje. Zoti Basha, kjo statistikë kemi një furgon me armë që u zbulua dhe është në proces edhe hetimi. Kemi një rrugkalim i cili bëhesh nga Kosova në Shqipëri nëpërmjet autobusëve që është zbuluar. Kemi persona edhe në Lezhë mos gabojtuar me furgoni është zbuluar pas aksionit të Spakut dhe pas bllokimit që është bërë le themi për bllokimin e lokal monopol në zonën e Mysymshyrit. Por furgoni që ishte me armë. Jo, ishte ishte interesante ai që nuk ka bërë përshtypje mua aty. Që ata kishin zgjedhur pikërisht përballë drejtorisë policisë, do të thënë kjo është mesazh. Ne kemi qenë aty, është maksimumi 100 metër larg. Ose është kur ajo madhe. Ajo është taktik. Ose mos të them. Është taktik. Ose mos them. Taktik. Që ata po që mbështetje policore. Njerëzit e tyre nëpër policisë, që të risha i qetë ta bësh në atë farë mënyre unë s'di. Dhe nuk ishte vetëm armë, por dhe mjet e tjera, domethënë policia. Dështoj, policia rezoi suksesë. Tani, duhet i njohin sa. Se këto janë parandalime, se kur flasim për aksione suksesshme, flasim për një parandalim. Ta merr peng për ca minuta atë zonën aty. Të ve furgonin me armë përpara drejtorisë vendore të policisë. Çfarë duhet bëj tjetër? Të vret atë gjyqtari në krye të detyrës dhe nëse kemi zgjidhur në sallën e gjyqit dhe se kemi zgjidhur se kush duhet të ruante këto institucionet, atëherë dhe ende sot s'ka masa të cënimit të sigurisë kombëtare. Të besi edhe sot se kanë zgjidhur. S'ka masa. Jo, unë dje kam kaluar te gjykata. Po, qëndron një patrullë e komisariatit 1 aty. Tashin gjykata nuk mund të marrë 7 rrethim. Po jo pra, po jo 7 rrethim, sepse ka pas vetëm 2 punonjës, pra një punonjës policie dhe një sigurisë brendshme. Është bërë vrasje këtu. Ambiente publike pastaj nuk llogaritet që është bërë normale. Këto janë gjitha këto faktorë që na çojnë ne të ngrem zërin sot dhe të kërkojmë llogaridhënie, të kërkojmë përgjegjësi dhe të kërkojmë reagim. Është shkret normale të kërkojmë llogaridhënie, është shkret normale që të kërkohet rritja e efikasitetit, parandalueshmëria, funksionimi i gjyqësorit, funksionimi i institucioneve informative, janë shkret normale që ne t'i kërkojmë dhe është shkret normale që këto institucione të reagojnë. Por nuk mund të themi që jemi në një situatë krejt anormale, sepse ka ngjarje. Ngjarje ka, absolutisht. Dhe një jetë me një dinamik, patjetër përdhon. E rëndësishme është që të luftohen me seriozitet, të ketë efikasitet, të ketë parandalim, të ketë arrestime, të ketë zbulime, dhe në këtë mënyrë ne minimizojmë këto lloj ngjarjesh. Po unë nuk mund të them që ne do arrijmë pikën ku në Shqipëri do ketë zero krim. Se kjo është e pa arritshme. Kështu që prandaj kërkova
mirë funksionim të institucioneve të sigurisë, si përfshi policia dhe institucionet informative, mirë funksionim të prokurorisë, mirë funksionim i gjyqësorit, është mjaft i rëndësishëm, dhe ndryshime ligjore, përdorimi i aranzjarit, futja elementeve ushtarak në mbrojtjen dhe në luftën ndaj krimit të organizuar, i cili ka po përdor armë të rënda dhe duhet patjetër që institucionet shtetërore të përgjigjen me të njëjtën monedhë, duke përdorur armë të rënda. Mendoj që të bëjmë këto pika ne mund të minimalizojmë me maksimum krimin e organizuar. Ka shprehur të gjitha pakënaqësitë dhe ankesat e tij. Edhe referime, numri referimeve që nuk ka referime në prokurorit posaçme nuk është na dekonspirojnë asnjë lloj prokurorie janë thyer në pengesë për të goditur. Asnjë lloj prokurorie nuk duhet flasi për pakënaqësi sepse duhet të veprojë me urdhër, me kërkesë, me urdhër arrest për çdo njeri që ka bërë këtë shkelje. Pikërisht këtë ka thënë, që ne kemi lëshuar urdhër arrest dhe nuk janë ekzekutuar nga policia sepse na ka dekonspiruar. Kush të hetoj kush i ka dekonspiruar dhe të arrestoj gjithë ato që kanë dekonspiruar. Të arrestoj dhe në radhë të policisë, kjo është ideja. Qofse ka informacion, nuk mundet që ne kemi informacion, po ke informacion, vepro. Po ka vepruar më parë pak arrestoi dhe Olton Bici që operacionale, si zyrtar shumë i lartë. Po, zyrtar shumë i lartë që bën aksionet. Për pjesën e dekonspirimit është thënë shumë herë në fakt nga prokuroria e posaçme që ka pasur dekonspirime. Për izë vërtetës ka rënë numri i dekonspirimeve pasi prokuroria e posaçme ka ndjekur tjetër strategji. I jep në momentet e fundit, le themi, objektiva dhe lëvizjet që duhet bëhen. Nga ana tjetër, nuk është se siç duket ne po e kërkojmë llogarinë vetëm tek pjesa e policisë, po numrin e referimeve qoftë për korrupsionin dhe për një nga deklaratat që ka bërë vetë zoti Dumani është dhe për institucionet e tjera. Tatimet, doganat nuk bëjnë referime më. Nuk bëjnë referime qoftë për korrupsionin. Kanë frikë. Tjetër kjo. Dhe si u bën kaq të pasur? Se ka kaq para, si mundet të kenë në dispozicion ose të infiltrohen, të futen në radhët e policisë, pse ndërtohen kulla, kjo është temë tjetër pastaj. Në njëra anë thuhet që ka rënë numri i raportimeve, thuhet se është 9-0 nga institucionet shtetërore për sa i përket korrupsionit apo shpërdrimit detyrës. Nga ana tjetër kemi kryetarin e kontrollit lartë shtetit që thot kam frikë të ushtrojë kontroll ndaj institucioneve përkatëse qoftë ndaj atit të kryeministrisë apo ministrive të ndryshme. Ja, pra kjo është situata alarmante që ne po flasim, kjo është situata për cilën ne po reagojmë, të mos mundohemi ta justifikojmë, sa më shumë ta kritikojmë, aq më shumë do përpiqemi për të shtuar përgjegjësitë dhe dhënien e llogarisë. Ndaj kjo është detyra jonë qytetare, është detyra jonë si njohës ligjit si profesionist, por dhe juaja si gazetar, edhe zotit Basha si eksperti i sigurisë, që të kemi kritikat tona dhe të kërkojmë llogari tek personat përgjegjës dhe institucionet përgjegjës. Faleminderit, besi, nuk kanë, se mos kanë i lejt minutës fundit, se këto janë kështu si ajo që ne flasim, pasi sa e mbyllim del në një gjë, urojmë të jetë kështu, me shpresë që do të ketë një reagim për të kuptuar pistat e qarta dhe kush janë, a kanë emër ata personat që krijuan këtë lloj terrori aty. Faleminderit që ishit me mua në studio.